Sot shënojmë për urimin e projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Kjo rrugë i lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një, fshatrat Gorozhup dhe Pogaj, të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Ne si qeveri e Kosovës jemi shumë të interesuar që të vazhdojmë bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë dhe për shumë projekte tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë zonë. Kjo rrugë duhet të vazhdoj prej Pogaj në Kishaj, prej Kishaj në Cahan e prej Cahanit në Krum. Ditë solemne, ne nuk inaugurojmë thjesht një rrugë. Ne hapim një kapitull të ri në dobit kombit tonë. Le të jetë kjo rrugë të dashur qytetar një simbol i bashkëpunimit, i shpresës dhe i dashurisë që lidh shqiptarët kudo që janë. Sepse në fund, ne nuk jemi fqinj, ne jemi një kombë. Duhet t'ju falenderoj përzemërsisht për punën që keni bërë, sepse sot Hasi ka plotësuar ëndrrën e tij disa vjeçare, bashkimin e trojeve hasiane. Në këtë kuadër dua që bashkërisht siç jemi të kontribuojnë që të bashkojnë çdo arterje që bashkohet Hasi me Hasin dhe Kosova me Shqipërinë.